Me lehtë Allahut të lartësuar, sot do të ndalemi tek një temë po ashtu shumë rëndësishme për moralin e besimtarit, temë që titullohet Nderi dhe turpi. Të jesh njëri i nderit dhe të jesh i pajisur me turp. Patjetër që të gjitha këto temat të dashur besimtar që kemi folur deri më sot dhe inshallah do të vazhdojmë të flasim që kanë të bëjnë me moralin, janë tema të cilat janë nxjerrë në pah nga vetë jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe me këshillat që i është drejtuar sahabëve të tij, dhe patjetër që janë shumë të rëndësishme që ne të pajisemi me to, sepse ku më bukur besimtari mund të pajiset me diçka tjetër përveç se këshillave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në terminologji të gjuhës origjinale arabe, nderi dhe turpi vinë si ifeti dhe haja. Ifet, që ka të bëjë me ruajtjen e nderit, pra, do të thotë që të rish larg harameve dhe të rish larg fjalëve apo veprave të këqija. Ndërkohë turpi është ajo ndjesia me të cilin Allahu i lartësuar e ka krijuar njeriu, që njeriu ka turp në përgjithësi. Turp kur ka gjëra të turpshme që mund t'i konsiderojnë njerëzit pra pikërisht. Dhe kur shohim në Kur'anin famëlart, ne shikojmë që Allahu i lartësuar e përmend çështjen e nderit, e përmend çështjen e ifetit si diçka e cila është për të vlerësuar tek ata persona që e kanë, por duhet ta mbrojnë këtë mirësi që Zoti ja ka dhënë, sepse nderi konsiderohet si një mirësi e madhe, që Allahu i lartësuar e pajis një njeri, një besimtar. Dhe në surën Nur, ajeti i 33, Allahu i lartësuar thotë: "Wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Dhe këtu i drejtohet, është shumë interesant dhe grupi për të cilët i drejtohet të rive, vajzave dhe djemve të ri, të cilët u thot, e ata që nuk kanë mundësi martese, le të përmbahen i fetit të tyre, të përmbahen nderit të tyre, derisa Allahu t'i begatoj me të mirat e veta. Sepse dihet që në Islam, para se njeriu të hedhë hapin për martesë, ai duhet të ketë minimalisht një gjendje të mirë ekonomike që të mbaj veten e vet, mbaj dhe bashkëshortën që do ta ketë mbi supet e tij. Përndryshe nuk mund të këshillohet martesa, sepse njeriu do të rëndohej më tepër më pas, edhe vetë apo edhe për bashkëshortën e tij, nëse s'ka gjërat minimale që duhen për të pasur njeriu një jetë që të jetojë me kushtet minimale, domethënë, dhe ajo jeta normalisht i ruan atij nderin, i ruan atij familjen nga të gjitha problematikat që mund të sjelli shoqëria. Kështu, përderisa përmendet në Kur'an si diçka me vlerë, nderi pra, që i drejtohet pikërisht njerëzve që akoma nuk janë martuar, do të thotë se është një mirësi e madhe që e posedon. Dhe duhet ta mbrosh atë. Dhe në të kundërt, ku do të humbi ky nder kur ti do të shkosh në imoralitet, që do të konsiderohet nga Islami gjuna i madh. Ndërkohë, përderisa ti je pajisur dhe ruan atë përhapur të Allahut të lartësuar, do të kesh një gradë shumë të lartë tek Zoti xhaleshanu. Një nga gradat më të larta të premtuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë kategori të rive dhe të rejave është që kur një të riu i ofrohet imoraliteti, i thuhet hajde bëjmë imoralitet, dhe ai jep përgjigjen e Jusufit alayhis salam, kam frikë Allahut. Dhe kjo lloj kategorie e të rive dhe të rejave, profeti alayhis salam do ta përgëzonte me në hijen e arshit të Allahut të lartësuar ditën e gjykimit, ditën e mahsherit, ditën kur do të ringjallemi, atë ditë thot kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Zotit. Pra janë 7 kategori njerëzish që do të jenë tek zona VIP, do të jenë ke njerëzit e privilegjuar. Dhe një nga këto është këta të ri dhe të reja që ruajnë nderin e tyre, që ruajnë këtë mirësi të pastërti të cilën Allahu i lartësuar i ka begatuar. Nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, akoma për të na futur më tepër në këtë temë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar të rive dhe të rejave: o ju të ri, kush prej jush është në gjendje të martohet, le të martohet.
ndërsa ai i cili nuk është në gjendje të martohet, le të agjëroj, sepse agjërimi e dobëson epshin. Ndërkohë në një hadith tjetër thuhet, sepse agjërimi ndihmon shmangjen e shikimit prej harameve dhe bëhet shkak për ruajtjen e nderit. Edhe këtu në këtë hadith profeti sallallahu alejhi wasallam është përmendur po ashtu nderi dhe duhet dim diçka dhe dashur besimtar. Një nga gjërat që në momentin që në tekstet bazë fetare të Kuranit dhe Sunetit të profetit sallallahu alejhi wasallam përsëritet disa herë e njëjta gjë, do të thotë që është temë shumë e rëndësishme. Dhe në momentin që ti e ke argument të Kuranit dhe mbi këtë ka mshuar fort profeti sallallahu alejhi wasallam, atëherë do të thotë që kjo është një temë shumë e rëndësishme. Është një temë që besimtarët duhet që të kthejnë vëmendjen e tyre. Aq sa profeti sallallahu alejhi wasallam do ta bënte edhe prej lutjeve të tij këtë çështjen e ruajtjes së nderit. Një nga duat e profetit sallallahu alejhi wasallam është kjo: Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. O Allah, të kërkoj ty udhëzim, të kërkoj ty devotshmëri, të kërkoj ty afafa, që ka kuptimin e shëndetit fizik, e shëndetit psikologjik, por ka kuptimin edhe të nderit të njeriu, pra sepse po ta shikojmë e lidh edhe shëndetin trupor, e lidh me nderin ngushtë kjo duaja, sepse patjetër njeriu kur e ruan pikërisht nderin e tij për atë çfarë Zoti ka bërë halal, në të njëjtën kohë ka mbrojtë edhe trupin e tij nga çdo sëmundje që mundet të përhapet në rrugë jashtëmartesore, siç është e përhapur sot në të gjithë botën, sëmundja e sidës apo gjëra të kësaj natyre. Dhe pikërisht profeti alayhis salam do të lutej në këtë formë: O Zot, kërkoj shëndet dhe nder, të kërkoj edhe gina, pasuri të shpirtit, të kërkoj mjaftueshmëri, të kërkoj që të jem i kënaq me atë çfarë ti ke caktuar për mua. Kështu që nga tekstet e qarta të Kuranit dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam ne përballemi me njeriu që pajiset me këto cilësi, pra të nderit dhe të turpit bashkarisht, do të përgëzohen nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që Allahu e do robin besimtar që e ruan nderin e tij edhe pse përballet me vështirësi ekonomike. Shikoj, këtu ka bërë lidhje totalisht tjetër. E ka lidhur nderin me ekonominë. Pse duhet lidhet nderi me ekonominë? Çfarë futet në këtë mes? Sepse të dashur besimtar, njeriu për të pasur materiale të kësaj bote, pasuri, për të pasur gjëra me vlerë, njeriu në natyrshmërinë e tij është i gatshëm për të bërë çdo gjë, është i pangopur. Tha profeti alayhis salam që nëse biri i Ademit do të kishte një luginë me flori, ai do të kërkonte për luginën e dytë. Nuk e mbush syrin e birit të Ademit, vetëm se dheu, pra vetëm se kur të vdes, ai do të ngopet, se përndryshe në këtë dunja ai do të jetë gjithmonë në kërkim të pasurisë. Dhe këtu profeti alayhis salam do ta lidhë nderin me ekonominë, sepse janë situatat e vështira ekonomike që e bën njeriu, siç themi ne në gjuhën tonë, e bën njeriu langaraq, e bën njeriu pa vlerë, e bën njeriu të humbi autoritetin e tij, të humbi njerëzillëkun e tij, e bën njeriu që të bëhet rob i robit. Për një vend pune është i gatshëm t'i nënshtrohet pronarit e tij, ti lëpik pucët, siç thomi ne, pronarit e tij, sepse ai don ekonominë, ai don mirëqenie. Ndërkohë Islami na thotë jo, ti si njeri je krijuar me nder, me vlerësime të larta nga Allahu subhanahu wa taala, pavarësisht sprovave që mund të sprovohesh në jetën e kësaj bote, ekonomike, shëndetësore, të gjitha me radhë, ruaje nderin. Ruaje këtë sepse Zoti e don njeriu me nder. Edhe nëse je në vështirësi ekonomike, mos e ul veten deri në atë farpike sa të bëhesh rob i robit të kësaj dynjaje. Ti duhet të jesh vetëm rob i Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Prandaj njeriu nuk e shet fytyrën e tij dhe nuk bëhet që të njihet në shoqëri si një njeri pa vlerë. Kemi në lagjet tona ku jetojmë, kemi ku t'ja tregojmë gishtin për negativitet të kësaj kategorie, ama se filani. Pra ai e ka ul veten aq poshtë me veprimet e tij, me njerëz që i ka ikë cipa e turpit nga fytyra e tij, janë gatshëm të bëjnë gjithçka. Mjafton që ai të arrijë ato qëllimet momentale, një kafe,
një cigare, një diçka që i kërkojnë zakonisht kjo lloj kategorie dhe ti ja udh me për çmim atë. Ai ashtu e ka bërë veten, për shembull. Dhe normalisht kjo lloj kategorie njerëzish do të konsiderohej e urryer sepse ai e ka zhvlerësuar atë vlerësim që Zoti ja ka dhënë, e ka çndëruar nderin që Zoti ja ka dhënë, ndërkohë të ruash nderin pavarësisht provave të kësaj bote, do të konsiderohesh si një rob i dashur i Allahut subhanahu wa taala. Sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin sprovuar me skamje. Ashabu sufet janë pikërisht shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që nuk kishin familje, janë shokët e profetit alaihi wasallam që jetonin si një tip konvikti që profeti alaihi wasallam kujdesej për këta njerëz. Dhe këta Allahu do t'i cilësoj në Kur'anin famëlar pikërisht me ndjenjen e nderit të madh, që këta njerëz posedojnë nder dhe vlerësime të mëdha tek Zoti, edhe pse janë njerëzit më të varfër në mesin e shokëve profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i përshkruan Allahu në surën Bekare 273, dhe i përshkruan shumë bukur. Dhe thotë: jepni për të varfrit që janë të angazhuar në rrugën e Allahut. Pra jepni sadaka për të varfrit që janë të angazhuar në rrugën e Allahut dhe nuk kanë mundësi të gjallojnë me tokë. Pra nuk kanë mundësi të merren me punë, sepse fokusi i tyre ishte në shërbim të profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke qenë thotë se ata nuk lypin. Ata nuk lypin, nuk e kanë ul veten aq shumë se që të kërkojnë qoftë edhe një kafshat buke. Transmetohet që këta sahabë rinin me ditë të tëra agjerim ndoshta vetëm me ujë, por nuk lypshin. Ishin të nënshtruar kaderit Allahut lartësuar dhe prisin që Zoti për ta të hapte një portë, por nderin e tyre nuk e shiten, qoftë edhe për të lypur. Por Allahu do të thoshte ata nuk lypin. Prandaj thot ai që nuk e di gjendjen e tyre, prej ignorancës, mendon thot se ata janë të pasur. Pra imagjinon pamje të jashtme, ato duket sikur ishin në terezi, sikur ishin të pasur. Ignoranti shifte shumë mirë, më janë këto rinë gjithë ditën në xhami, lexojnë, mësojnë, se ata lexonin dhe mësonin mbas profetit sallallahu alaihi wasallam. Por ata nuk e dinin a do të hanin diçka në vaktin pas ardhës. Profeti alaihi salam preokupoi shumë me ta. Dhe pikërisht Allah do t'i cilësonte kështu. Ignoranti kur i shikon thotë këto nuk kanë nevojë. Por një njeri i pjekur, një njeri që e kupton hallin e tjetrit, e kupton që njeriu ruan nderin për atë të Zotit xheleshanu, pavarësisht halleve dhe problemeve, e kupton që ai po është një njeri me dinjitet, nuk lyp, nuk e ul veten, nuk bëhet i pafytyr, edhe pse i ka nevojë për t'i zgjatur dorën për ta ndihmuar. Dhe kështu do t'i cilësonte Allahu i lartësuar. Dhe than, ata i njeh thot vetëm nga pamja e tyre, thot që janë të raskapitur në fakt, por as nuk kërkojnë e as nuk i mërzitin njerëzit. Pra çkado që t'i jepni nga pasuria, s'ka dyshim që Allahu di më së miri dhe do t'ju shpërblej. Allahu me këta jetë çfarë bëri? I japi njerëzve syt që t'i shikoni këta sahabë profetit alayhis salam që janë pikë të hallit, edhe pse ndoshta s'po e kuptoni ju që janë pikë të hallit. Por ata janë njerëz që kanë nevojë për sadakat e juaja. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam do ta zbatonte këtë, ku ai do t'i kishte primare derisa të siguronte ushqimin e ditës këtyre shokëve të tij. Ai do të kërkonte këtë gjithë të pasur që t'jepnin sadaka për këta shokë. Dhe këto shokë të dashur besimtar kanë qenë mësuesit e parë të profetit sallallahu alaihi wasallam, që do të shpërndaheshin në të gjithë pra gjeografinë ku Islami më pas po mbizotronte. Dhe janë këta njerëz me anë të cilëve deri sot e kësaj dite u bën shkak që të vi feja e Allahut subhanahu wa taala. Të dashur besimtar, mos të harrojmë ama se kur flasim për nder dhe për turp, duhet kemi parasysh veten tonë që të jemi prej tyre, të jemi të ndershëm dhe të kemi turp. Turpi është cilësi shumë e dashur, por nga ana tjetër të kemi kujdes që të ruajmë nderin e të tjerëve dhe mos t'i turpërojmë ato. Të ruajmë nderin e vëllezërve dhe motrave tona dhe mos t'i nxjerrim sekretet e tyre, mos t'i turpërojmë ato. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam do të përgëzonte se kush ja mbulon një turp vëllaut të tij, Allahu do t'i mbulojë turp atij ditën e gjykimit. Ndërkohë ne bëjmë të kundërtën sot fatkeqësisht. Është si puna e atij muhabeti që ti i ke bërë 99 mira dikujt, i bën një të keqe, ai menjëherë të sulmon për atë keqe, i harron 99 mira që ti ja ke bërë. Edhe ne mund të jemi
shumë mirë me njëri tjetrin, mund të kalojnë vite bashkë me njëri tjetrin, vllazërie për një gjë të vogël aty që ndoshta akoma nuk e di arsyen pse e ka bërë dikush diçka, menjëherë e shesin njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë cilësi negative mos mirënjohja, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam do të thoshte nuk e ka falendëruar Allahun kush nuk falenderon njerëzit. Pra nuk e ka falendëruar Zotin ai që nuk ja di për faleminderit vëllezërve të tij që janë gjithmonë me të, janë gjendur pranë atij në të mira dhe në të këqija, në gëzime dhe në hidhërime. Dhe patjetër nuk duhet muslimani të jetë për atyre që e shet vllahun musliman pa gjë të keqe. Prandaj kur flasim pra për nder për turp, duhet pajisemi vetë me të, po të mbrojmë edhe njëri tjetrin për nderin dhe turpin ndaj njëri tjetrit. Dhe sa bukur do ta përshkruante profeti sallallahu alaihi wasallam. Kush më siguron çka midis gjuhës dhe midis këmbëve, unë i siguroj xhenetin. Kush më siguron gjuhën që ta kontrolloj çfarë flet, dhe kush më siguron epshin që nuk shkon në haram, në zina, në immoralitet, do ta ketë xhenetin e siguruar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Unë ndal thot kefil, thot profeti alaihi wasallam. Ndal garant për të. Se në fakt nëse bëhet një gjuna më të madhe, një nga dy organet kryesore që njeriu e shkatron veten, është gjuha, është dhe epshi. Sepse immoraliteti konsiderohet prej gjunave të mëdha dhe ti e humb nderin me të. Po edhe gjuha, e cila e ka thënë mirë populli, kocka s'ka, kock nuk ka tha, po kock ka thyhen, në kuptimin është shumë e dëmshme ka shi të tjerëve. Do të quhej gjuna u madh prej gjunave shkatruese në momentin që ti do të shpifesh për një vëlla apo motër për nderin e tyre. Pse? Me çfarë shpifet ti? Me gjuhë, për hape të keqen duke folur. Gjuha, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, është shkak që njeriu të vi me punë të mëdha. Ditën e gjykimit, sa malet, por do të bëhen punë të pluhur e hi. Pse? Sepse ke folur keq për diçka, ke folur diçka keq për dikëm mbas kurrizit të tij. Ke shpifur për dikëm mbas kurrizit të tij. Ke luajtur me nderin e dikujt mbas kurrizit të tij. Më siguroj gjuhën dhe epshin dhe unë do dal garant, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, për xhenetin tuaj. Ja pra një përgëzim kaq i bukur. Prandaj këtu ne shikojmë që gjuha është shkatrim ndaj tjetrit, por edhe ndaj sevapëve të tua, po epshi patjetër është shkatrim totalisht ndaj vetëve tona, që do të konsiderohet pra për gjunave të mëdha që i ka paralajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na ka lajmëruar Kur'ani famëlart. Çfarë ka një gjë negative sot? Njerëzit në përgjithësi janë shumë krenar me bëmat e tyre. Edhe keni parasysh kur krenohet robi me gjunahet e veta, kam bë këtë unë, bëra atë unë. Isha këtu mbrëm, bëm këtë mbrëm. Ai tregon gjithë gjunahet e veta në fund të ditës. E kuptoni ku e kam muhabetin? Pra ai i tregon gjunahet e veta me krenari, unë bëra këtë unë, pra krenohet tek të tjerët. Ndërkohë njeriu kur krenohet me gjunahun e tij, ai ka bërë gjuna akoma më të madh. Sepse profeti alayhis salam thotë që është më i dashur tek Zoti, shiko, më i dashur tek Zoti thotë është ai i cili bën gjuna, po pendohet, ul kokën nga turpi, se sa besimtari që bën punë të mira dhe rri gjithë krenari. Pra, të bësh punë të mira dhe të rrish gjithë krenari, nuk është një veprim që e do Zoti subhanahu wa taala. Ndërkohë e do të kundërtën, të bësh gjuna dhe të ulësh kokën, sepse tregon pendim. Po tani unë po flasim për një njeri i cili bën gjunahe dhe rri me krenari, po puna e këtij si do të jetë? Ky e ka gjendjen alarmante. Një njeri që bën gjunahe dhe rri me krenari dhe i tregon gjunahet e tij, ka shkatruar dhe mundësinë për t'ia fal Allahu i lartësuar ditën e gjykimit. Sepse njeriu mund bëj një gjuna dhe ka midis tij dhe Zotit, dhe Zoti ja fal gjunahun ditën e gjykimit, por në momentin që njeriu bën gjuna dhe ja tregon të tjerëve, lindet drejta që çdo kush të kërkojë më pas falje për atë gjuna tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu njeriu do të gjykohet për veprat e tij. Ndërkohë mund të falej me mëshirën e madhe të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj
Po pse këto njerëz e bëjnë këtë gjë? Sepse i ka ikë cipa e turpit, i ka ikë cipa e fytyrës së tyre, nderi po ka marrë fund, ka vdek, po edhe turp më nuk ka. Dhe profeti alayhis salam çfarë tha? Kush nuk ka turp, thotë bëj çfarë të doj. Turpi e mban njeriu. Turpi e mban njeriu në veprime, në fjalë. Por ajo çfarë më së tepërmi të dashur besimtar i ruan njeriu, e ruan besimtarin nga të gjitha këto veprime negative, e ruan njeriu nga çdo vepër që ja rrezikon atij nderin, është turpi. Të kesh turp është diçka e vlerësuar në Islam. Jo çfarë sot thuhet, ç'është ky njeri që ka turp, pse ke turp ti, pse ke turp ti. Kështu ja bën një prej sahabëve profetit sallallahu alaihi wasallam në pranit profetit Zotit. Ai ishte shumë i turpshëm, skuqej. Dhe ngacmuan për këtë çështje. Tekstualisht, pse ke turp, se ne jemi gjithë burra, pse ke turp? Pse bësh i turpshëm? Profeti alayhi wasallam i tha, jo tha, mos e ngacmoni tha në turpin e tij. Turpi është një ndjenjë që njeriu krijohet me të, në natyrshmërinë e tij e ka turpin njeriu. Njeriu e ka turp të dali pa rroba. Gjithë secili për ne zhvishet. Iku turpi i shef njerëzit zhveshur rrugëve. Një shembull shumë i thjeshtë. Mos e luni në turp, tha, sepse prej turpit vjen vetëm se mirësi. Prej turpit vjen vetëm se hajër tek njeriu. Turpi e mbron njeriu nga gjunahet. Iku turpi nuk i bëjnë më përshtypje njeriu gjunahet, i bëhen normale. Dhe sot subhanallah, më turp ka një besimtar musliman që falet burr të dal i zhveshur rrugës, se sa ka një grua të dalë e zhveshur rrugës. Sepse turpi jot vjen prej besimit. Turpi el haya min el iman, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Turpi vjen prej besimit. Kur ka besim në zemër, i vjen dhe turpi njeriu. Pajiset me këtë ndjej e cila e afron me Allahun lartësuar dhe e largon atë me gjunahe dhe me veprat që Zoti i urren. Prandaj kanë thënë që hajaja, turpi sjell takvan, sjell devotshmërinë. Aty fillon devotshmëria. Kur fillon të kesh turp për veprimet e tua. Dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i turpshëm. Ai ishte i turpshëm. Kështu do cilësoj karakteri i tij, i turpshëm. Prandaj ai do ta sulmonte gjunahun, do ta sulmonte çdo gjë që bëj haptazi. Imani ka 7 djetë cadek, tha profeti alayhis salam, dhe turpi është një degë e imanit. Pra bëhet pjesë e besimit turpi. Të dashur besimtar, ka një hadith shumë të bukur që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu fillon më pas pse janë shumë të vlerësuara këto dy ndjenja të nderit dhe të turpit. Sepse tha profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëzit i fshehin gjunahet e tyre sepse kanë turp nga njerëzit. Gjitha se vapet kemi qef t'i reklamojmë neve. Shkojmë xhami, bëjmë një foto, bëjmë një selfie, vjen Ramazani, bëjmë foto në iftar, Allahu na pranoft. Pra, punë të mira kemi qef t'i reklamojmë ne tek tjerët. Ke pa në njërin ti që të bëj selfie duke bëj gjuna, edhe ta reklamoj tek njerëzit? Flas për besimtarve, jo për njerëzve të çudhëzuar se zaten ato që s'kan turp çfarë nuk bëjnë, çfarë nuk pret për tyre. Po flas për ne si besimtar. Pra, nuk e nxjerr ti dot gjunahun tënd. Edhe po e bëre ma për veten tënde, kjo është dhe kjo duhet të jetë. Kjo është normale. Por ne në fakt i bëjmë gjunahet, ndoshta i bëjmë dhe në vetmi, kur nuk na shohin njerëzit. Sepse po të na shihnin njerëzit, do ishte turp ai veprimi jon. Dhe tha profeti alayhis salam, Allahu është më meritor që të kihet turp se sa njerëzit.
Pra kjo lloj ndjesie nuk duhet të jetë për njerëzit. Kjo lloj ndjesie duhet të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ku i pyeti sahabët dhe i tha: "A keni ju turp ndaj Allahut ashtu siç i takon atij?" Po i thanë ata: "Kemi turp." Tha profeti alayhi salatu wasalam: "Ruani çdo organ nga gjunahet, të jashtëm dhe të brendshëm. Ruani çdo organ nga gjunahet. Kujtoni që do të treteni në ndhe. Dhe nëse do të ruani çdo organ nga gjunahet dhe do të kujtoni që jeni një cop mishi që do të treteni në dhe trupi juaj, atëherë ky është turp i vërtet. Dhe kush do ahiretin, thot profeti alayhi salatu wasalam, le ta lër bukurinë e kësaj dynjaje dhe të filloj që ta doj ahiretin që në këtë dynja. Ta filloj të doj ahiretin që në këtë dynja. Dhe kush e bën këtë ka arritur turpin e vërtet. Çfarë do të thotë ta filloj ta doj ahiretin që në këtë dynja? Gjitha orientimet tuaja, gjitha sekondet e jetës tënde do t'i orientosh drejt kënaqësisë së Allahut të lartësuar. Do të punosh për botën e përtejme. Këtë botë do ta shikosh si një ar që do të mbjellësh, që të korrësh më pas në botën tjetër. Kush e arrin këtë, le ta di që ka arritur turpin e vërtet karshi Allahut subhanahu wa taala. Të dashur besimtar, për ta përmbyllur, turpi dhe ruajtja e dinjitetit, sepse edhe të bërja e gjunaheve, haptazi dhe fshehtazi, ja humb njeriu dinjitetin, ja humb njeriu të vlerat në syte e njerëzve të tjerë, por edhe siç tham, kur njeriu bën vepra dhe nuk ka më turp, bëj çfarë të dojë sepse ai më pas nuk njeh më Zot me veprimet e tij, dhe kur do ta përmbledhim me diçka që do të ishte shumë e vlerësuar, e dashur, e lartësuar, e gjithë kjo ndjesi, turpi, nderi do të futeshin dhe do të barazoheshin tek hadithi i ihsanit. Çfarë është hadithi i ihsanit? Është hadithi i Xhibrilit, pjesa e 3, ku tha: "El ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak." Ihsani, besimi më i lartë, grada më e lartë e besimit, turpi më i madh që mund të arrijë njeriu, prezencën më të madhe që mund ta ndjejë besimtari te Allahu subhanahu wa taala futet në këtë hadith. Që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala sikur ti e shikon, edhe pse nuk e shikon me syrin e kësaj bote, le ta dish ti je i bind që Allahu ty të shikon. Dhe këtu njeriu më pas çdo hap të jetës tij e hedh me vështrimin e Allahut subhanahu wa taala. E di që Allahu e shikon, e di që Allahu e dëgjon, e di që Allahu do ta marrë në llogari për veprat e tij, prandaj i bëhet i kujdesshëm me fjalët e tij, ai bëhet i kujdesshëm me zemrën e tij, ai bëhet i kujdesshëm me gjymtyrët e tij, ai ruan nderin, ai është i turpshëm, ai kujdeset në fjalorin e tij, ai nuk e prish fjalorin e tij sepse gjuha e tij bën dhikr, gjuha e tij lexon Kur'an, ai nuk bën thashëtheme dhe dashakeqësi ndaj kurrizit të tjetrit sepse ai ruan nderin e vllaut të tij sipas porosive të Kur'anit famëlar të sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky do të konsiderohej pra një moral i lartë i besimtarit. Prandaj ne kemi nisur që në fillim që kush vjen me 2 punë tek Zoti ditën e gjykimit e ka xhenetin e sigurt. Janë 2 punë që peshojnë më së shumti në peshore. Namazi e lëm me një krah, se këtu unë them gjithmonë, besimtari nuk duhet të ketë dyshim ke çështja e namazit, dhe e dyta është morali i lartë pra. Dhe këto janë cilësitë e moralit të lartë. Imagjino të pajisemi me këto morale të larta, sa peshojmë ne më pas ditën e gjykimit tek peshorja e veprave tona. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala të na bëjë për besimtarëve të cilët e ruajnë nderin e tyre, për besimtarëve që kanë turp, për besimtarëve që jetën e tyre e jetojnë nën vigjilencën hynore të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na i fal kusuret tona, na bëf për tyre që bëjmë punë të mira në
haptazi qofshin, fsherazi qofshin, dhe na ruaj Allahu i lartësuar nga gjunahet të haptura që mund t'i bëjmë apo fsherazi që mund t'i bëjmë. Allahu t'i lutemi që të na falë gjunahet tona të shkuara dhe të ardhme, gjunahet tona që i bëjmë haptazi dhe fshehtazi. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft. Allahu subhanahu wa taala ju shpërbleft të gjithëve. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.